Kosova ndodhet përballë një ngërçe politik ndërsa fati i përcaktuar nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës për zgjedhjen e presidentit të ri po i afrohet fundit. Pavarësisht presionit kohor, partitë kryesore politike nuk kanë bërë ende hapa konkret ndaj arritjes së një marrëveshjeje. Gjykata u ka dhënë ligjvënës Svenja Afat për 34 ditësh për të zgjedhur kreun e ri të shtetit në rast të dështimit. Kushtetuta parashikon shpërndarjen e kuvendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme brenda 45 ditë, duke shtuar pasiguri politike në vend. Nga ana tjetër, dy partitë më të mëdha opozitare, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë deklaruar se nuk kanë marrë ende asnjë ftesë për takim nga kryeministri Albin Kurti. Kjo pavarësisht se ai kishte paralajmëruar se pas vizitës në Francë dhe takimit me presidentin Emmanuel Macron do të ndërmerrte hapa konkret për të nisur dialogun me opozitën. Në këtë situatë, lëvizja vetëvendosje ka lënë të hapur mundësinë për të tërhequr dy kandidatët e saj për president, nëse arrihet një konsensus më i gjerë politik për një emër të përbashkët. Ky sinjal shihet si një përpjekje për të zhbllokuar situatën, megjithse ende nuk ka një platformë konkrete negociuese mes palëve. Ndërkohë, mandati i presidentes aktuale Vjosa Osmani përfundonte me 4 prill, duke e bërë edhe më urgjente gjetjen e një zgjidhjeje. Ligjvënësit kanë kohë deri me 28 prill për të zgjedhur pasuesin e saj, përpara se vendi të përballet me një krizë të mundshme institucionale. Në mungesë të një dialogu të mirëfillt dhe kompromisi politik, rreziku për zgjedhje të përkohshme mbetet reale, duke e futur Kosovën në një tjetër fazë pasigurie politike.